unë si institucion, në përshkrimin e punës që kam dashur që nëpërmes të bashkëpunimit multikulturor dhe ndër qyteteve, por në forcim të marrëdhënieve të dy shteteve, Shqipëri dhe Malizi, përcjell një copës të kulturës, pra të këngëve që janë në Maltezi, por jo vetëm, por këkor ka një përshkrim të këngëve ballkanike për publikun e qytetit të Durrësit. Pra mendoj se është një gjë e mirë dhe duhet shfrytëzu barierat që i kemi eliminuar shumë vite më herët, sidomos kur tashmë nuk kemi problem kalimit kufinit dhe tjerë, dhe se manifestimet të tilla në rrafshin kulturor mendoj se janë të mira dhe se ne shqiptarët e Malizi vazhdojmë të jemi ura kryesore e këtij bashkëpunimi.